Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugaj Gjini. Bashkë po takohemi në epizodin e radhës së Kosova Tjetër. E sot kemi ardhur në Kaçanik të vjetër, ku do zhvillojmë një intervistë me drejtorin e kësaj shkolle, Bislim Krasniqi, e gjithashtu është edhe banor i këtij vendi. Por më shumë ai do na njoh me jetesën këto. Përshëndetje fillimisht. Faleminderit që na pritët. Gjithashtu faleminderit. Për neve shumë kënaqësi. Unë ju prezentova pak, po a kështë ujtë na u prezentu dhe të një herë? Po, unë jam Bislim Krasniqi, drejtori shkollës Qamili Lazi në Kaçanik të vjetër. Shkolla e mban emrin e herojit të Kosovës, Qamili Lazi, njerit ka qenë komandant i brigadës 162, Agim Bajrami. Dhe tani, pas përfundimit luftës, më njëherë shkolla ka marrë emrin e tina. Ma përpara ka pas emra të ndryshëm kjo shkollë si pas dëshirës e okupatorit që ka qenë. Dhe me rastin e shlerimit, shkolla tani mban emrin dhe jemi shumë krenar për këtë që mban këtë emrin. Ndërun ju gjithashtu jeni banorit këtij vendi. Po. Am tregoni pak a shumë se çu e kujton Kaçanikun e vjetër prej vite më parë ndoshta. Sa ka ndryshuar ky vend? Ka ndryshuar shumë, do themi për 360 shkallë, është një jetë krejt tjetër. Tani, në krahasim me vitin, para vitit 1999, para 12 qershorit. Ka qenë i pazhvillum fshalti, kryesisht është marrë me bujqësi njerëzit, kanë pas aty këto të konsum ka pak, por pas vitit 1999 me shlerimin e Kosovës dhe fshaltit tonë gjithashtu, ka marrë një energji tjetër fshalti, një pamje tjetër krejt, ka fillu, është ndërtu, janë asfaltu gjitha lagjet, gjitha lagjet kanë kanalizim, kanë ujësjellësin. Shkolla është ndërtu e re kjo që kemi këtu në tani. Nga viti 2020 jemi në shkollën e re. Kjo është shkolla ku jemi momentalisht, është ndërtu në 2020. 2020 kemi fillu punën këtu, bile në kohë pandemie. Objekti i vjetër është eliminu për shkak se na është nevojit me pas terinin sportiv këtu. Dhe tani në këtë shkollë mësojnë 450 nxënës, tu fillu prej parafillorëve deri në klasën e 9. Kemi edhe paralele në Ndame, cila është ndërtu gjithashtu në vitin 2000 nga Johani Teri Gjerman, me financim të kishës diakonike Gjermane, dhe paralele e Ndame ka 155 nxënës, edhe atje kemi prej parafillorëve deri në klasën e 5. Kështu që numri i nxënësve është konstant Kaçanik vjetër, nuk kemi shumë ramje, për shkak se fshalti është popullu vazhdimisht prej fshaltrave tjerë të komunës sonë, të komunës Hanit e Lezit, prej komunës Vitijës, prej komunës Ferizajit dhe komunës së Shtrpcës. Pra gjithandej kemi banuar në fshaltin tonë, cilët pas lufte janë vendosur këto. Po mund të themi pra se nuk është një fshat i braktisur, ose se kam filluar njerëzit me lënë. Jo, përkundrazi, është shumë i populluar dhe tani është domethënë numri i banorëve dikon 2600 banor, ka fshati me afro 600 shtëpi banuese dhe me këtë numër të nxënësve që e thashtë. Kushtet në shkollë janë jashtëzakonisht mira, domethënë është punu jashtëzakonisht shumë në fshat. Fshati është shumë i vjetër, edhe më i vjetër se sa vetë qyteti i Kaçanikut. Është më i vjetër Kaçanik. Po mendoj po se këtu kemi disa emra toponimesh në fshat. Për shembull kemi 2 themele të kishave, fshati kishat vjetra, kemi themelet e Hanit dhe quhen livallet e Hanit, livallet e Nallbanit, livallet e Kishës, Tuma ekziston, kjo i përmendi këto si vende ku fshati thirrët në bastion, përbëhet prej 15 lagjeve, fshati është shumë i shtrim, kufizohet me fshatin Stago, Begras, Komagllav, Gurës dhe të tjera, kështu që numri i banorëve është ky për momentin dhe ka tendencë që të shtohet edhe më tej numri i banorëve, sepse janë ndërtu 2 ndërtesa sociale për banorët të cilët nuk kanë strej dhe do të vendosen aty, procedurat janë kry, tani pritet vetëm të vendosen banorët e ri.
Dhe me thonë edhe shkolla do të popullohet edhe më shumë në zonës. Ndoshta edhe pikërisht për këtë arsye quhet fshati Kaçaniku i vjetër, ndoshta është edhe pak më i vjetër se qyteti. Në bazë të toponimeve që janë këtu. Fshati, karakteristike e fshatit është se në jug perëndim fshatit kalon magjistrala Prishtinë-Shkup. Mandej në pjesën lindore është Hekurova, lumi në rëdime që kalon për rreth në rëdime, janë karakteristikat fshatit, dhe Hekurova është edhe stacioni Hekurodhor këtu në fshat, dhe për rreth magjistrales ekziston edhe autostrada që është Prishtinë-Shkup, Arbër Xhaferi. Gjithashtu është edhe një fshat cili ka kogja një territor të madh, nuk është për fshat është fshat shumë i zgjerum. Kështu thash që dikon 15 lagje përbëjnë, ja është i shtrim, dhe shumica e nxënësve të cilët udhtojnë këto, prindërit janë në kujdes që të kenë një minibus dhe ai ball nxënësit për në shkollën këtu. Në të dy shkollat kemi që bartën pjesa e nxënësve. Mund themi se është prej fshatrave i cili ka gjitha kushtet e përshtatshme për një jetesë. Të gjitha i ka, kemi edhe shtëpinë e shëndetit në fshat, e cila është ndërtu prej komunës, edhe një klinik private, Audamed, e cila është të shkolla tjetër atje, dhe më thonë janë 2 klinika të cilat bojnë shërbimin e fshatit. Shkolla ka edhe sallën e edukatës fizike për zhvillimin e procesit psimor, fushën jashtë të sportit, cila shfrytëzohet edhe prej rinisë së fshatit tek të 2 shkollat. E përmendëm në fillim se në këtë fshat janë marrë njerëzit shumë, banorët këtu janë marrë shumë bujqësi. Me blektori gjithashtu po besoj. Sot sa është kjo profesion? Tash është praktikisht puna e blektorisë, kryesisht krejti kemi një 3-4 ferma kryesisht në fshat, pjesa tjetër nuk mirret më me bujqësi, toka nuk punohet që është punu përpara, dhe më thonë shumica e tokës është djerrin. Pra njerëzit janë marrë me punë tjera, me bizniset të ndryshme dhe kjo më tash është lënë paguar. Krahas me të kalumën, do të thotë nuk është se më është aq e zhvilluar, bujqësia, blektoria është një numër shumë i vogël që merren me këtë punë. Shumë i vogël, reduktum thash 4-5 ferma janë të cilët kryesisht merren me bujqësi dhe pjesa tjetër me punë të ndryshme. Edhe ju besoj si banori këtij fshati jeni i kënaqur se krahasim me fshatrat e tjerë, Kaçaniku i vjetër nuk po braktiset, përkundrazi po ju shtohet. Nuk është braktis, kryesisht ka të rinj të cilët kanë shkuar në perëndim për punë, për jetë më të mirë, po tek popullata është braktis ndoshta një pjesë, po është popullu nga fshatrat tjerë. Për shembull kemi fshati Kotlinë është mbyll, është shkolla në fshatin Kotlinë është mbyll. Një pjesë edhe mësimdhënësve, edhe nxënësve tani ato janë vendosur Kaçanik vjetër. Kanë kaluar në shkollën tonë, ose një fshatra tjerë i Vaje, Llanisht, ku e diunë. Fshatrat ndryshëm kanë gjetë banim në Kaçanik vjetër, kështu që nëse kanë shku, kanë ardhur tjerë. Pra ka qëndru numri konstanta përse. Është një vend që është i banueshëm edhe se ka humbur tash po, sigurisht që po. 2 pjesë të fshatit kemi lidhen me magjistralen edhe me autostradën gjithashtu. Është dhe shumë afër me qytetet dhe ndoshta është kushtet janë shumë të mira këtu, sepse edhe markete ka të mjaftueshëm, edhe mjekësia është në fshat, në të 2 ambulantat të cilat ekzistojnë, edhe ajo private edhe publike. Shkollat 2 janë në fshat, i vetmi fshat që kemi paralelet ndau mbrenda fshatit, edhe pak fshatra ka që kanë këta. Pra janë gjitha kushtet e përshtatshme për gjitha kushtet për jetë të njerëzve dhe sigurisht për atë arsye zgjedhin më mirë Kaçanikën e vjetër se sa një qytet Perizajin apo Kaçanikën apo një qytet tjetër. Faleminderit shumë, unë për neve shumë kënaqësi ju vizitu. Faleminderit shumë që na pritët. Faleminderit edhe juve për vizitën, jeni të mirë. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kaçaniku i vjetër. E ne bashkë takohemi në episodin e radhës në një vend krejt tjetër. Deri atëherë, tung tung.